Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Partia Socialiste vendos të rrëzojë kërkesën e SPAK për Ballukun. Kryeministri Rama mbron ish numrin 2 të qeverisë. Dosja voluminoze nuk ka prova kundër saj. Nis gjykimi ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Velia i refuzon të marrë pjesë me argumentin se nuk ka patur seancë paraprake, mungon edhe bashkëshortja e tij. Shtrenjtimi i naftës në tregjet globale shton frikën për rritjen e çmimeve. Sipas ekspertëve, situata në lindjen e mesme mund të sjellë pasoja edhe në Shqipëri. Vjen të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Socialistët vendosën t'i thonë jo kërkesës së prokurorisë së posaçme për arrestimin e Belinda Ballukut. Në prezantimin e raportit për imunitetin në mbledhjen e grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama mbrojti ish numrin 2 të qeverisë. Ai nuk i kurseu kritikat ndaj SPAK, duke thënë se në dosjen voluminoze nuk ka asnjë provë kundër Ballukut. Partia Socialiste do të votojnë në parlament kundër kërkesës së prokurorisë posaçme për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama për 80 minuta me radhë shpjegoi pse majoranca nuk do të lejojë arrestimin e deputetes Balluku. Sipas tij, SPAK-u nuk ka sjellë në kuvend asnjë provë për të argumentuar heqjen e lirisë për ish numrin 2 të qeverisë. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballukun. Dhe le ta ulin në gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Por pavarësisht votës kundër SPAK-ut për zonjën Balluku, kryeministri Edi Rama përsëriti se Partia Socialiste është e vetmja forcë që mbështet pa kushte reformën në drejtësi. Shumicën socialiste që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që kemi për të bërë. Kryeministri Edi Rama përsëriti edhe gjatë mbledhjes së grupit qëndrimin se Partia Socialiste dhe ai personalisht nuk do të përfshihen në betejën e Belinda Ballukut me drejtësinë. Sepse unë respektoj plotësisht pavarësinë e prokurorit. Të drejtën e prokurorisë që tetoi edhe një bashkëpunëtor të ngushtë, si dhe respektoj detyrën time që në asnjë mënyrë të mos bëhem avokati i saj. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bëri në detyrat që i besova për 6 vjet me radhë, dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton, në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Në 16 dhjetorin e vitit kaluar, SPAK-u kërkoi në parlament autorizim për arrestimin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në disa projekte në sektorin e infrastrukturës. Prokurorët e posaçëm sollën në parlament rreth 16.000 faqe me dokumenta, të cilat sipas tyre argumentojnë nevojën e një mase të re sigurie, pasi për SPAK-un ish numri 2 i qeverisë mund të prish provat e mund të ushtrojë presion mbi dëshmitarët. Kërkesa e SPAK-u do të jetë për votim ditën e njëjtën në parlament, por Partia Socialiste me 83 mandatet e saj pritet ta rrëzojë pa asnjë problem. Për kryetarin e Partisë Demokratike, vendimi i shumicës për të rrëzuar SPAK-un është tregues se Belinda Balluku mbetet e paprekshme. Sipas Ali Berishës, zgjidhja e vetme mbetet bashkimi i shqiptarëve me opozitën për të rrëzuar Edi Ramën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po shkel kushtetutën e vendit, sistemin e drejtësisë për të mbrojtur bashkëpunëtoren e tij Belinda Balluku dhe për të mos i hequr imunitetin. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Berisha deklaroi se vendimi i PS-s kundër SPAK-ut për rastin Balluku tregon se qeveritarët sillen sikur të jenë mbi ligjin.
Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Vetë Partia Demokratike nga dita që SPAK solli në parlament kërkesën për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, e ka bërë të qartë se do të votojë pro, por votat e opozitës nuk bëjnë dot diferencën, sakoj që PS e vetme ka 83 mandate. Ndaj lideri i opozitës Berisha përsëriti se protesta është rruga e vetme, duke u bërë apel qytetarëve të bashkohen tubimit përpara parlamentit ditën e njëjtën në orën 10. Me datën 12, të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Unë kam bindje se shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike, njerëzit me integritet dhe njerëz të ndershëm që jetojnë me djersët e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës, me të cilin ai u thot se vjedhja e tyre nga qeveritarët nuk mund të ndërshkohet. Faleminderit. Seanca e së njëjtës ku do të votohet kërkesa e SPAK-ut për Belinda Ballukun pritet jetë e tensionuar, pasi opozita do të kombinojë diskutimet e deputetëve brenda seancës me protestën e mbështetësve të saj jashtë ambienteve të kuvendit. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fuqi pezullimin nga detyra për Belinda Ballukun. Mbrojtja kërkoi ndryshimin e vendimit të shkallës së parë. Megjithatë, gjykata e apelit vendosi të lërë në fuqi vendimin, i cili parashikonte pezullimin nga detyra duke u përmbajtur objektit të kërkuar. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e SPAK deklaruan se është e vërtetë që masa e pezullimit nuk ka më efekt praktik pasi Balluku është shkarkuar nga detyra, por kërkuan që vendimi të mbetet në fuqi në mënyrë formale. Gjykata e posaçme zhvilloi këtë të hënë seancën e parë për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshorten e tij Ajola Xoxa. Të dy ata munguan në sallë, ndërsa avokatja e Veliajt kërkoi që gjykata t'i vendosë në dispozicion klientit të saj të gjithë fashikujt hetimor. Kjo kërkesë u pranua nga trupi gjykues. Nis gjykimi në themel për kryebashkiakun e arrestuar të kryeqytetit Erion Veliaj. Gjatë seancës ai nuk ishte i pranishëm në sallën e gjykatës së posaçme, ndërsa kishte njoftuar paraprakisht përmes një shkrese, ku shprehej se nuk kam pasur seancë paraprake. Përmes mbrojtëses ligjore të caktuar kryesisht nga gjykata, Valentina Teodorescu, Veliaj bëri të ditur se nuk i janë vendosur në dispozicion fashikujt hetimor të dosjes, ndaj u kërkua pikërisht dokumentacioni i nevojshëm. Këtë kërkesë gjykata e pranoi dhe urdhëroi oficerin e byros kombëtare të hetimit të pajisë Veliajin me të gjithë fashikujt hetimor. E pandehur në proces krahas edhe 15 të tjerëve është edhe bashkëshortja e Veliajt, Ajola Xoxa. Edhe kjo e fundit nuk ishte e pranishme në gjykatë, ndërsa avokati që e përfaqëson Maksim Haxhia u shpreh se shkak është bërë shtatzania e saj. Avokati shtoi se gjykata është në thyerje të ligjit, pasi pandehuri Veliaj nuk disponon materialet e nevojshme për të kryer mbrojtjen. Pavarësisht se kjo është një shkelje procedurale e cila do të ketë pasojat në vazhdimsinë e gjykimit në shkallët e gjykimit, por është për të përshëndetur për shkak sepse evidentoi një shkelje. Vendimet që do jenë më mrapa janë të cënueshme. Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurash në bashkëpunim. SPAK, që përfaqësohet nga Olcdado, u shpreh se qëndrimi i prokurorisë së posaçme ndaj të pandehurve mbetet i pandryshuar, por në kushtet kur disa nga avokatët dhe të pandehurit mungojnë, seanca e parë nuk mund të zhvillohet. Data e ardhshme do të jetë në 24 mars. Prokuroria e posaçme publikoi raportin për vitin 2025. Në dokument thuhet se korrupsioni në institucionet publike është i strukturuar dhe i planifikuar. SPAK ndalet edhe tek lidhjet mes vrasjeve me pagesë dhe trafikut ndërkombëtar të kokainës. Korrupsioni në institucionet publike dhe në sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues i shtrirë te funksionarët vendor, administrativ, si dhe prokurorët, gjyqtarët e punonjësit e policisë. Kështu shkruan SPAK në raportin vjetor të 2025-s, teksa nënvizon
Hetimet kanë evidentuar se procesi prokurimit publik manipulohej në çdo fazë nga përgatitja e dokumentacionit deri tek ekzekutimi i kontratave. Korrupsioni në institucionet publike është i strukturuar dhe i planifikuar duke përfshirë funksione të ndryshme administrative dhe publike. Vërehet një rënje e lehtë në hetimin e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, të zgjedhurve vendor, por sidoqoftë në një rast është evidentuar lidhja me krimin e organizuar. Struktura e posaçme theksoi se taskforca për zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s ka vëzhguar se kryetarët e fshatrave dhe kandidatët politik kërkonin ose ofronin përfitime monetare për votuesit, leje legalizimi të ndërtimeve informale, favore në vendin e punës dhe përfitime të tjera administrative në këmbim të mbështetjes elektorale. Në disa zona, zyrtarë të pushtetit vendor përdorën listat e zgjedhësve për të orientuar votuesit dhe për të ofruar përfitime direkte, duke evidentuar modele të koordinuara të ndikimit të paligjshëm në procesin zgjedhor. Hetimet treguan gjithashtu bashkëpunim mes individëve të përfshirë për të shmangur kontrollin e organeve ligjzbatuese dhe për të mbrojtur strukturën korruptive nga ekspozimi. Gjatë vitit 2025 u vure aktiviteti i grupeve kriminale që ka shfaqur një nivel të lartë organizimi, specializimi dhe shtrirjeje ndërkombëtare, veçanërisht në trafikimin e kokainës dhe drograve të tjera drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Një aspekt i veçantë i hetimeve ka qenë dhe dokumentimi i lidhjes mes vrasjeve me pagesë dhe pastrimit të parave të përfituara nga aktiviteti i trafikut të drogës, që vinte kryesisht nga Amerika e Jugut drejt Europës dhe Shqipërisë. Parat përdoreshin për pagesa për ekzekutorët, blerje armësh, investime në sektorin e pasurive të patundshme dhe aktivitete private tregtare. Hetimet evidentuan gjithashtu përdorimin e komunikimeve të koduara për planifikimin e ekzekutimeve, paralajmërimet për kontrolle dhe koordinimin logjistik. Gjatë vitit që lam pas, prokuroria e posaçme ka shënuar një rritje të ndjeshme të hetimeve proaktive, duke përfunduar 216 çështje. Vlera totale e aseteve të sekuestruara e të konfiskuara arrin në 45.4 milionë euro. Ditën e njëjtë, kur të votohet kërkesa e SPAK për imunitetin e Belinda Ballukut, nga radhët e Partisë Demokratike do të mungojnë kryetari i grupit Gazmend Bardhi dhe deputeti Klevis Balliu. PS vendosi të përjashtoj 10 ditë 2 deputetëve demokrat, të cilët në seancën e 5 marsit reaguan kundër fjalëve fyese që kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla i drejtoi deputetes demokrate Albana Vokshi. Por vetë Auland Balla nuk do të përjashtohet pasi socialistët rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike që Balla të mos lejohet të marrë pjesë në punimet e parlamentit për 2 muaj. Në seancën e 5 marsit, Auland Balla përdori fjalë fyese ndaj Albana Vokshit, moment që u shoqërua me reagimin e demokratëve, të cilët bllokuan zhvillimin normal të parlamentit. Nafta po shitet mbi $100 në tregjet ndërkombëtare diktuar nga lufta në lindjen e mesme. Antari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Selami Xhepa, thotë se kjo situatë pritet të sjellë pasoja zinxhir në rritjen e çmimeve. Një konflikt i zgjatur do të ishte kërcënim serioz për inflacionin. Sulmet e fundit mëngjesin e kësaj të hënë në lindjen e mesme e rritën me njëherë çmimin e naftës, duke kaluar pragun e $100 për fuqi për naftën brent të Londrës, që shërben si pikë reference për çmimin e këtij produkti në tregje ndërkombëtare. Kjo rritje pritet të ketë sërish ndikime edhe në Shqipëri. Në qoftë se skenari i çmimeve të larta do të vazhdojë që të jetë për një kohë relativisht gjatë, pa diskutim që kjo do bëjë një kërcënim të ri për stabilitetin e çmimeve, jo vetëm në Shqipëri, por besoj edhe në nivel të ekonomisë botërore. Fatkeqësisht do të përsëritet ndoshta njëjti skenar siç ndodhi edhe në luftën në Ukrainë pranë vitit 2022, kur çmimi i naftës arriti më shumë se $110 për barrel, gjë që pati pasoja, do të thoja, shumë negative për ekonominë europiane në veçantë, por edhe për ekonominë e Shqipërisë. Ndërsa nafta po rritet, pothuajse çdo produkt apo shërbim në Shqipëri ndjek të njëjtën trajektore, duke rënduar buxhetet familjare. Nëse konfliktet në lindjen e mesme do të vazhdojnë të përshkatëzohen, ekonomia mund të përballet me një skenar të ngjashëm me atë të viteve më parë, kur inflacioni në vend arriti rreth 8% gjatë luftës Rusi-Ukrainë. Ndërsa në rastin konkret, në qoftë se, siç e thash edhe një herë, fenomeni do të jetë shumë i përkohshëm, atëherë skenari i niveleve tepër të larta të inflacionit, praktikisht edhe 10%, sepse ose për mallra të caktuara efekti ka qenë shumë i fortë, 20-25%. Por ky vetet një skenar, mendoj, jo shumë ose më themi shpresojmë që të mos jetë i materializueshëm, për arsye sepse siç e thash, kjo është një shok i përkohshëm dhe varet nga fakti se sa do të zgjasë periudha e tensionit kryesisht në Hormuz, por edhe besoj edhe në gjithë lindjen e mesme.
Në mbledhjen e ardhshme të Bankës së Shqipërisë pritet që një nga temat kryesore të diskutimit të jetë pikërisht ndikimi i zhvillimeve ndërkombëtare në inflacion dhe politikat që mund të ndërmerren për ta përballuar atë. Besoj që edhe në mbledhjen e ardhshme ne do të bëjmë një diskutim më të thelluar ndoshta sa i takon skenareve të mundshëm alternativ. Sidoqoftë, tani këto janë disa kërcënime që fatkeqësisht ekonomia i ka përballuar shumë gjatë viteve të fundit, një seri goditjesh negative, kështu që është fituar dhe një lloj eksperiencë do thoja në kuptimin e politikës monetare, por sidoqoftë, ajo që mbetet shqetësuese është që edhe kur kontrollohet inflacioni, fenomeni i rritjes së çmimeve vazhdon që të gryejë fuqinë mbledhëse qytetarëve dhe kjo besoj që është një shqetësim serioz, është afatgjatë. Sipas Institutit të Statistikave, norma e inflacionit për muajin e kaluar ishte 2.5%, duke qëndruar ende brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, marsi pritet të shërbejë si një pikë e rëndësishme madje për ecurinë e çmimeve, pasi tensionet në lindjen e mesme nisën pikërisht në fillim të këtij muaji. Dy personat e arrestuar gjatë një operacioni të prokurorisë të posaçme ditën e shtunë në Vlorë do të qëndrojnë në burg Pafa. Gjykata e posaçme la në qeli Flodian Plakun dhe oficerin e policisë Rezart Kuçi. Sipas prokurorisë, ata janë pjesë e grupit kriminal të Inez Hajrullës, i cili shpëtoi arrestimit. Ky grup akuzohet për të paktën 2 vrasje, si dhe për trafikimin e tonelatave me kokainë nga Amerika Latine drejt Europës. Për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.